Është falso komplet aktrimi dobët I Laertit, ja çfarë thot Visiani teksa shpërthen për Laertin, përplaset edhe me Ronaldon. I ftuar sot për të folur më shumë për ndodhit në Big Brother VIP ka qenë edhe aktori e moderatori Visian Ucenaj. Ai ka analizuar dinamikat e ka dhënë mendimin e tij për lojën dhe banorët e këtij edicioni, teksa është pyetur edhe për Laertin, por edhe zgjedhjen e tij për të ndarë nga Valbona për të shkuar në nominim kokë më kokë, teksa Visiani tha se është një zgjedhje pa besë. Laerti ishte shumë koherent me ndjenjat e tij dje. Nga ana tjetër, si lojtar fitoi pikë, ndërsa nga ana njerëzore mendoj se u tregua shumë grek. E I dha shumë pikë Valbonës, mendoj që fitoi shumë pikë dje në Big Brother. Është një hipokrizi e drejt për drejt, ishte një aktrim I dobët nga ana e Laertit, bënte sikur po e kamuflonte, le të dalun kësaj here, le të fitoj bona. Ishte pak I dobët si aktrim, edhe mënyra se si e mbrojti këtë zgjedhje që bëri linte për të dëshiruar. Por në fund të fundit në Big Brother nuk ke as miq e gjithmonë duhet ta konsiderosh që je vetëm. Laerti në çdo sekond të raportit të tij me këtë gocën është falso komplet, është si shpesh herë edhe luan emocioni. Teksa I pyetur se nëse Valbona nuk do e donte shkëputjen edhe nëse nuk ishte nominimi, ai tha, Valbona nuk donte të dilte në nominim të dy kokë më kokë. Nëse do ishte një alternativ tjetër dhe nuk do ishte ky penalitet, Valbona do të zgjidhte që të ishin të dy lojtarë të ndarë, ka thënë Visiani. Teksa I është kapur edhe me gazetarin Ronaldo Sharka, teksa temë ka qenë Egli Tako dhe lidhja me ish-mikun e Visianit, Olsi Bylykun. Visiani u shpreh, unë njoh personalisht prej vitesh Eglin për raportin që ka pasur me shokun tim Olsin. Egli është një vajzë fantastike, ajo e ka treguar para se të vinte gjesti në Big Brother, se është një vajzë artikuluar, ditë debatoi, nuk ka ofenduar kurrë e I ka treguar limitet e saj. Normalisht ka qenë gjesti ai që e ka afruar, rrugtimi I saj ka qenë shumë I sinqertë e I vërtet. Egli ka dashur vërtet gjestin, ka ndier realisht për të dhe është vetë sakrifikuar vetëm se ai të jepte emocionin e darkë, I premtonte fjalë të bukura. Ajo me shpresën se ai nuk e ka pjesë të lojës këtë sjellje dhe se një ditë do të kthehen ndjenjat, I besoi verbërisht, por në fakt ai e ulte her pas here, e përdorte si vegël për lojën e tij. Unë mendoj se Egli I ka ngritur shumë pikë gjestit. Ju e pat vetë dhe pas daljes e Eglit gjesti ishte një hije në shtëpi, teksa përsa I përket raportit të Eglit me Olsin, ai tha, kemi vite që njihemi, në marrëdhënien e tyre me njëri tjetrin kanë qenë shumë të mirë, teksa shtoi se loja dhe situatat në atë shtëpi kanë bërë më posesive pa e kuptuar duke rënë pre ndjenjave dhe lojës së gjestit.